Ekuacione në formë prodhimi dhe ekuacione në formë thyese. Po marrim rastin e ekuacionit të formës fx erga x baraz me 0 me prodhimin e dy faktorëve që përmbajnë x. Për shembull, kemi x në katror plus 3x minus 4 që shumëzon x në katror minus 6x plus 8 baraz me 0. Këtu kemi prodhimin e dy faktorëve që prodhimi tjetë 0, kemi x në katror plus 3x minus 4 baraz me 0, ose njeri ose tjetri x në katror minus 6x plus 8 baraz me 0. Këta janë dy ekuacione të gradës 2 që ne i dim të zgjidhim. Marim të pari, x një dyshi baraz me minus b plus minus b në katror minus 4ac minus 4 minus 4 plus 16 përmbi 2a, anë kemi 1, 2 herë 1, x një dyshi baraz me minus 3 plus minus 9 edhe 16, 25 nga rënja 5 përmbi 2, x njëshi del minus 3 minus 5 minus 8 përmbi 2 minus 4, x dyshi del minus 3 plus 5, 2 përmbi 2, 1. Ekuacioni 2 po e zgjidhim me formulën e thjeshtuar. Gjysma e minus 6-ës minus 3 me minusin plus 3. Plus minus, pra minus k, plus minus k në katror, 3 katror 9, minus ac, njerë 8, 8 përmbi a, që është 1. X një dyshi, 3 plus minus 1. X njëshi del 3 minus 1, 2, x dyshi 3 plus 1, 4, 2 dhe 4. Zgjidhja e këtij ekuacioni formohet nga bashkimi i dy bashkësive të rrenjve. Para ka minus 4, 1, e dyta ka 2 dhe 4. Minus 4, 1, 2, 4 janë rrenjët e këtij ekuacioni. Ekuacioni tjetër është i formës 1 minus 3x, që është i gradës parë, që shumëzon 3x në katror minus 4x minus 7 baraz me 0. Edhe këtu se cili faktor baraz me 0, ose 3x në katror minus 4x minus 7 baraz me 0, që këtu del minus 3x baraz me minus 1, x baraz me 1 e treta. Edhe këtu përdorim formulën e thjeshtuar, minus k, k-ja është 2 sa gjysma, plus minus, k-ja në katror vete 4, minus ac minus me minus plus, 3 7, 21, përmbi a, përmbi 3. X një dyshi baraz me 2 plus minus 5 përmbi 3. 2 edhe 5, 7 të tretat. 2 minus 5, minus 3 përmbi 3, minus 1. Bashkimi i këtyre bashkësive jep bashkësin A me këto element minus 1, 1 e treta, 7 të tretat. Kjo është bashkësia e zgjidhjeve të këtij ekuacioni. Tek ekuacioni x minus 2x në katror minus 7x që shumëzon x minus 2 plus 12 x minus 2 baraz me 0, shikojmë që mund të faktorizojmë x minus 2-shin. Është faktori i përbashkët, ngelet x në katror minus 7x plus 12 baraz me 0. Shkruajmë si bëm ato të tjerat, x minus 2 baraz me 0, ose x në katror minus 7x plus 12 baraz me 0.
Ekuacioni I parë I gradës parë ka një rrenjë x I baraz me 2, ekuacioni I dytë x1 dyshi, 7 minus b plus minus 7 anë katror 29 minus 4ac 4 herë 12 28 përmbi 2a. x1 dyshi baraz me 7 plus minus 1 përmbi 2. 7 e qim 1, 6 përmbi 2, 3. 7 edhe 1, 8 pjesëtim për 2, 4. Bashkësia e rrenjve është 2-shi, 3-shi, 4. Pra bashkimi I këtyre bashkësive të këtyre rrenjve të këtyre dy ekuacioneve. Ekuacione thyesor. Janë ekuacionet, si në shembullin më poshtë, që kanë ndryshore në emërues. E kthejmë në emërues përbashkët. Emëruesi I përbashkët është x plus 2, që shumëzon x minus 3. X plus 2, x minus 3. E para e ka x plus 2-shin, do shumëzohet me x minus 3. X minus 3, që shumëzon x plus 1. E dyta, x minus 1-shi, x minus 3-shin e ka, do shumëzohet me x plus 2. Ana e djath e ka emëruesin dhe nuk shumëzohet me asnjërin se është vetë emëruesi. Duhet ta thjeshtojmë emëruesin e përbashkët, por duhet vëmë konditën që emëruesi ndryshëm nga 0, pra x plus 2-shi I ndryshëm nga 0, x I ndryshëm nga minus 2, dhe x minus 3-shi I ndryshëm nga 0, x I ndryshëm nga 3. Minus 2, 3 janë vlera të palejuara. Njëkohësisht të thjeshtojmë emëruesin dhe kryejmë veprimet. X er x në katror, plus x minus 3x minus 3, plus x në katror, plus 2x minus x minus 2 baraz me 23. Këtë do ta kthejmë në formën normale, duke bërë veprimet 2x në katror, thjeshtojmë plus x-in me minus x-in këtu, minus 3x plus 2x minus x, minus 3, minus 2, minus 5, minus 28, minus 28 baraz me 0. Edhe njerë, x në katror plus x në katror, 2x në katror, x I me x janë me shenja të kundërta, plus 3x minus 2x vete minus x, minus 3, minus 2, minus 5, minus 23, minus 28. E zgjidhim është ekuacioni gradës 2, x1 dyshi minus b-ja 1 plus minus 1-shi në katror 1, minus 4 herë 2, 8 me minus plus. 8 er 8, 64, 8 er 2, 16, edhe 6, 22. Përmbi 2a 4, 2 er 2, 4. 1 plus minus, kjo vete 225, rrenja katrore është 15, përmbi 4. 1 heqim 15 minus 14 të katërtat ose minus 7 të dytat. 1 edhe 15, 16 të katërtat baraz me 4. Të dy këto rrenjë pranohen sepse nuk janë ndër vlerat e palejueshme. Bashkësia e zgjidhjeve është minus 7 të dyta dhe 4. Edhe ky është ekuacion thyesor, ne do vendosim konditën
që të ketë kuptim ky, x minus 2-shi duhet jetë rigorozisht më e madhe se 0, x-i duhet jetë më i madh se 2. Atëre pranojnë rrenjën. Këtu kemi x në katror minus 4, për të zgjidhur një ekuacion në formë thyese, ne marrim numërusin e barazojmë me 0. X në katror minus 4 baraz me 0, x në katror baraz me 4, x i baraz me plus minus 2. Asnjë nga këto nuk është më e madhe se 2, prandaj bashkësia e zgjidhjeve është bashkësia bosh. Ekuacioni i formës x në katror plus 2x në katror minus 14 që shumëzon x në katror plus 2x minus 15 baraz me 0. Po ta vëmë re, këtu kemi x në katror plus 2x në katror dhe x në katror plus 2x në fuqi të parë. Përdorim një shkronjë ndihmëse, x në katror plus 2x baraz me t, dhe ky do shkruhet t në katror minus 14t minus 15 baraz me 0. Pra, ky ishte i formës ekuacioni i gradës së dytë. E zgjidhim këtë në lidhje me t1-2 me formulën e thjeshtuar, gjysma e 14-ës, 7 me minusin vete plus minus 7 në katror 29, minus AC plus 15 përmbi A. T1-2 baraz me 7 plus minus, kjo del 64, 8. 7 heqim 8, minus 1 dhe 7 edhe 8, 15. Do të thotë që x në katror plus 2x baraz me minus 1, ose x në katror plus 2x baraz me 15. Zgjidhim këta dy ekuacione. X në katror plus 2x, njëshin edhim nga ana tjetër plus 1 baraz me 0, x plus njëshi në katror, është katror binomi, baraz me 0, vërini re me vëmendje, kur është katror binomi nuk është e them që të përdorim formulën për zgjidhjen, dallori një lloj do dali 0, që këtu x plus njëshi baraz me 0, x-i baraz me minus 1. Ka rrenjë dy fishe kur është katror binomi. Marim të dytin, x1 edhim njerë në katror, x në katror plus 2x minus 15 baraz me 0, x1-2 baraz me formula e thjeshtuar minus k plus minus k-ja në katror vete 1, minus me minus plus AC përmbi A, x1-2 baraz me minus 1 plus minus 4. Minus 1 minus 4, minus 5. Minus 1 plus 4, 3. Minus 5, 3. Bashkësia e zgjidhjeve, bashkimi i të gjitha këtyre rrenjve, minus 5, minus 1, 3. Ky ishte ekuacion duke përdorur një ndryshore ndihmëse.